për para se të bëshin këto zgjedhje, ne e kishim zotin Oka këtu dhe patëm një moment të cilin ju të nderuar të shikues do ta ndiqni çfarë tham, se ndonjëherë ne bëjmë konkluzionet që i themi. Sinkroni një. Nëse unë bisni sërish flamur larg qoftë, ta them sinqerisht larg qoftë, ç'ndodh me partinë, a duhet largohet doktori? Larg qoftë humbët. Në një ndeshje, të gjithë atyre. Dikush humb, dikush fiton. Ju fitoni, po e zëm se humbët. Ai që humb është Gjirizi, kështu që mos e bëj pyetje më. Ai që humb është Gjirizi. Ai që fiton është programi për qytetarët. Ore, arri doktori prap në partinë qoftë se ju larg qoftë humbët. Unë nuk ka larg qoftë, ne do fitojmë. Sigurt. Po ti flamur, ma thuaj për vetes paktën. Në qoftë se humni larg qoftë, ti do rish? Ne do fitojmë. Po ku do vej flamuri të lëviz nga vendi aty sikur të kthehet? Ne do fitojmë. Do të qeshti ose Ylli, këtë pyetje shko bëjo atyre që kanë të gjithë më dhe atyre. Sulur të blejnë. Ja u kam bërë të gjithë më burr, çfarë do bësh? Europë dhe po bën gati. Edhe partive të reja, çfarë do bëni ju kam thënë. Pra, ishim në një bisedë për para zgjedhjeve me zotin Noga. Tani, Noga, thatë që fitoren e keni të sigurt, por Partia Demokratike ka pësuar një humbje me të vërtet dramatike. Me shumë thellë, do me thënë më thellë se çdo herë tjetër. Bile edhe në vitin 2021, kur ishte Luli Basha. Kush mban përgjegjësi për këtë rezultat? Ylli, e para, në Shqipëri nuk ka patur zgjedhje me 11 maj. Ne në emisionin e fundit që është bërë para 11 majt, kemi zhvilluar një debat këtu së bashku dhe kemi biseduar në lidhje me zgjedhjet. 11 maj nuk ishte zgjedhje. Ishte një fars e përgatitur, e kurdisur me mjaft kujdes, dhe ajo ditë ishte një ditë që u finalizua tregu i votës lirë. Identik, siç në çdo qytet ka një treg të gjësë gjallë, në Shqipëri Edi Rama kishte instaluar tregun e votës. Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe gjithë opozita nuk mundet kur të përballet me tregti të votës. Nuk mundet kur që të hyj në një proces ku shitja dhe blerja e votës, shantazhi, ku krimi, ku patronazhimi, ku droga, ku parat e korrupsionit, ku i gjithë shteti kthehet në shtet elektoral, dhe të hyj pastaj opozita aty dhe të pretendoj që ky është një proces zgjedhor. Jo, është një farsë. Dhe siç e dim të gjithë, farsat i cakton autokracia apo regjimi dhe rezultatin e tyre. E njëjta gjë ndodhi në Shqipëri. Në rast se ju do më thoni që në Shqipëri kishte zgjedhje të lira dhe demokratike, atëherë dakord. Ta shkojmë. Po patjetër, po. Po. Shiko sa e thjeshtë është. Pse nuk e përdorët asnjëherë fjalën farsë përpara zgjedhjeve? Se ju e dinit që kjo do ndodhte. Po sa po mbaruan dhe u shfaq rezultati, u tha rezultati, ju bërtitët me gjithë madhe farsë. Ylli. Tani, ju përpara zgjedhjeve e dinit që kishin bëni me farsë? Ylli, ju kuptoj, po. Tani, a e dinit? Mos një gjë keni parasysh. Dhe ju jeni i vjetër në politikë, në gazetari se politikë? Edhe politikë si jeni marrë me politikë. Keni qenë gazetar edhe konsulent politikë. Ndonjëherë, herë pas here. Po konsulent nuk ka nevojë shumë të kohës. Nuk ka shumë nevojë për konsulent se nuk dëgjon njeri. Për shembull, më kujtohet mua në vitin 2005, të them një gjë edhe për të shliruar këtë, 2005 doktori zgjodhi të gjithë këta dhe tha kam zgjedhur të gjithë këshilltar. Kishte zgjedhur 17 këshilltar. Edhe vazhdoi të thoshte kam zgjedhur këtë, dhe i pyeti doktori tha më bëj, po si do të këshillosh gjithë këta tha. Se këtu të dresin për këshilltar, por në fakt japin këshilla.
Nuk është se merë këshilla njeri. Ka dalë dhe njëta Nëse ka këshilluar Civitan. Nëse a ke dhënë këshilla, a ke marrë këshilla, a ke marrë këshilla, a ke dhënë këshilla, s'po e themi, po themi, që ke qenë. Tani, çfarë është? Mirë më mirë, dakord, me pranoj, çdo gjë. Nuk ndodh kurrë, para çdo situate që t'jetë një opozit që të bëj deklarata apo prononcime deklarative për dekurajuar zgjedhjet. Por, jemi po ne që kemi thënë me kohë që në Shqipëri me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira. E vërtetoj vazhdimisht. Nuk ka që nga 2013. Është një farsë, po ta pranojmë 100%. Të lutem. Para zgjedhjeve ju nuk e dinit. Të lutem. Ishte farsë, këtë pyetje po të bëjon, ti do ta sqaroj. Do ta jap përgjigje. Që nga 2013 ylli dhe deri më tani, 2013 janë zgjedhjet e fundit të lira dhe demokratike në këtë vend. Dhe deri më tani po them, nuk janë zhvilluar zgjedhje të lira, janë zhvilluar farsa. Mbani mend, farsa nisi me zgjedhjet lokale të parakoshme të bashkisë së Korçës. E mbani mend? Kur Niko Pelleshi... Unë e kisha bërgati, po t'im edhe përgjigje vetë, vazhdoj nga vitit 2013, PD nuk ka pranuar asnjë parë zgjedhje. Po pra, lutem. Gjitha i keni kontestuar. Vazhdoj. I keni kontestuar në një mënyrë apo tjetrën. Mos ndoshta tani, me që ju vjedhin votat o flamur ka 12 vjetë që ju vjedhin, mos do t'ikni ju që të mos ju vjedhin. Se ju që keni... Ju vetëm ju vjedhin? Jo, nuk... Atëre ju që keni pas? Jo. Po që? Nuk tha kush se janë vjedhur. Po kur, që janë bërë? Jo, është tjetër gjë të zhvillosh një farsë, është tjetër gjë të vjedhësh. Se farsa nuk është të vjedhja? Jo, vjedhja është një nga elementet e farsës. Se është bërë shumë gjerëm shumë se vjedhja? Absolutisht, për ne po them, vjedhja është një nga elementet. Juve ylli, si i vjetë që jeni në këtë fush, hulumtoni dhe gjeni çfarë do të thotë farsë. Vjedhja është një nga elementet e farsës, bile është elementi më minor. Farsë është koha vëzhjet në kohën e Enverorës. Ato ishte një tani, po, a vithë kush kohën e Enverorës kishtë nevojë të vitheshin, sepse zgjidheshin para se të diskutit. Fundit që të më thoshin ajde disa herë. Atëherë, a të bëj një paralelizëm ylli? Po, sigur mos e bësh atë paralelit të vazhdojmë flamur. Do ta vazhdojmë vetëm të leje. Më leje 30 sekondë. Po bëhe paralelit. Tani, unë për lidhje me kohën... Për këtë vjedhje që ju bëjnë, këtë farsë të madhe që ju bëjnë, ju s'kini asnjë fajfë. Prit, do ta them. Tani, për këtë farsë, a të bëj një paralizëm të përmend e kohën e Hoxhës? Unë po rria te vota e diasporës, kur filluan, dhe po ndiqja numërimin, ylli. Ishtin kutit e para të Beratit. E të mërshme. 99.9% Partia Socialiste. Jashtë çdo perceptimi. Si ishin marrë këto? Jashtë çdo imagine. Ta them unë? Ma thuaj tani si u morën? Ja ta them unë. 99.9%? Aq votojnë shikone shokë në verbo, bile më poshtë. Jo, më poshtë pra. Si u morën këto tani? A keni një provë? Mere nga Berati, mere nga Korovoda, mere nga Kodra. Po parë të regohe. Një provë si u morën këto 99%? Ja ta shpjegojmë, diasporën. Të nisim me diasporën. Në Selanik, dega që kemi ne atje, së bashku edhe me një deputet toni... Votat në Shqipëri. Pas të kalojmë. Në Greqi do të marrim më vete. Do të marrim më vete. Oke. Tani, qëfar ndodhi? E ndoqët ju përplasjen që ndodhi në Tiranë të Re tek zyra e Erion Braqes ku shkuan... Që ikën 2 vete aty. Jo, disa drejtora. Unë akoma nuk e di. E njëjta situatë... Prit, të lutem, ta them unë. E njëjta situatë ishte ke u kap edhe në Kashare. Të njëjtë situatë e kap edhe unë në njësin 3. Çfarë ishte? Në të gjithë Shqipërinë, ylli, pranë qendrave të votimit, Rilinja kishte ngritur zyra elektorale të pabranduara, ku hynin qytetarët e patronazhuar, merrnin fletën e votimit të plotësuar, e futin në xhep, shkonin hynin në qendër të votimit, votonin dhe kthenin po aty fletën e votimit të bardhë. Treni bullgar. Do thua ti si ka mundsi? Po, ylli. Sot Ky Peqini thuat i treni bullgar. Ky Peqinu ishte një nga. Po të duash ti. Fal, një nga zyra.
më fut dhe mua në trenin bulgar. Se di që bëra unë. 3 herë këtu, bëra reklam me baton, me këshu këtë të këgjezësë, e nëzirë këtu unë. Si duhet votoni, i thosha popullatës. Duhet votoni këshu, duhet foni këshu, dhe na dhanë reklam. Dhe tani mund të më futesh dhe mua në trenin bulgar. Jo, Yllit, ti nuk e lidhe me bulgarët. Jo, me bulgarët jo, më po... Sepse fshati jot, ku jetë nga vjen ti. Ka lidhje fare me bulgarët, ajo është... është rrës gramozit dhe nuk ka lidhe me trenin as me metodologjin bulgare. Që që i ti jenë tjetër gjë, Yllit. Po jo, se atë fletë, kam patur dhe unë nga ato fletë këtu. Prit, jo, Yllit, mos u ngatro. Dakor. Ti ke patur modele, tjetër gjë është fleta e votimit. Tani, pse po ta them unë? E pat ju në Peqin. Po ju them të Dega 5, Dega Kashar, Dega 3, janë 4 raste që po kujtojmë. Tani, Ylli, 130.000 fletë votimi të prodhuara, të hedhura në... Po, kemi të vërtetura këtë flemur? Po, prit. Po, prit. Se flemur po thot një gjë shumë të të mërë. Po, është të mërë. Po, ka ndodhur kjo, duhen të arestuar me njerë... Ja, t'ju a themun. Me të gjitha. Ja, mos ungut, ja ta themun. Po. Ka pat, janë porositur 3, se të mbaj me nësa fix fletë votim, 3.2 a 3.5 milion fletë votimi. Si milion fletë votimi, 3.2? Po. Ka porositur Shqipëria, shteti. Po. Do me thënë dhe këto, Komisioni Qendror. Po, janë hedhur, janë quar në të gjithë këzazot dhe qendat e votimit. Pra, dhe tani mungojnë, në fletët e prodhuara, fletët e votuara, fletët e pavlefshme, fletët e tepruara gjitha, kur mblidhet shumatorja, mungojnë 130.000 fletë votimi. Çfarë është kjo? Është skema mafioze e trenit bulgar që është hedhur në çdo qendër votimi në Shqipëri. Do të thoni ju pse? Paniku, Ylli, paniku. Paniku, ata e ndjenë panikun dhe u vërsulën, ju doli gjithçka nga kontrolli. Shifni, po t'i takoni tek a tek, jashtë ekraneve, do t'ju a thonë dhe vetë ata. Edhe vetë ata do ju thonë, paniku i bëri që t'u dalë çdo gjë nga kontrolli. Kjo ishte. Pastaj, një mekanizëm tjetër ishte krimi i organizuar kartelet. Tani Ylli, bëj pyetje unë ju, miqtë e mi, më lejoni se tash si miqi, unë kam marrë të përgjigjem, por edhe në pyetje do ta bëj. Po, këtë drejtë më? Më ndoqët mua ditën e votimit në Vor. Që vajtet e ata gjabaftët. Po, jo, s'vajtet e gjabaftët unë, se ja sa bukur. Erdhen gjabaftët e ty. Sa bukur e artikulon ti. Unë vajta në qendrat e votimit pasi më informuan që disa persona me precedent kriminal, me Bexho të KQZ-s, kishin Bexho këta? Po, gjabaftët. Po, të gjithë, dhe po votonim për çdo qytetar që hynte aty. Kishin Bexho ata që do luajnë. Jo, ishte shife pamjen se Jo, unë nuk shoh mirë, po. Më fal. Ata thonë jemi votues. Jo, prit. Jo, shifi film. Bexho dhe ma tregojnë mua, Bexho. Me nxjerr kështu. Ja ku e kam thot. Jam i KQZ-s. Prit. I KQZ-s ai. Prit. Se ti mos i quhen të gjithë gjabaftët. Po prit ta marrë unë. Am lejo ta marrë. Sa gjabaft ishte? Po mos u ngutur. Jo, më fal. Sa do ta tregoj unë ty. Po mos u ngut. Dakor. Aty Ylli. Mund të ketë asistent të gjabaft. Po. A kjo është asistent. Se aty ishte gjabaftët dhe asistentët. Çfarë ishte? Një bandit, nipi i kapobandës, nipi i kapobandës, kishte rrëmbyer Bexhon e një drejtori të bashkisë, e kishte varë në qafë, dhe vazhdonte të votonte për çdo njeri dhe aty s'bënte sus, ishin gjithë, nuk bënte gëk më asnjë. Asnjë. Një guximtar më shkruajti SMS. Nuk kështu po ndodh. Vajta unë dhe e pati ju debati që unë të dalim për jashtë. Sa gjabaft ishin? Prit. Gjithsej. Të gjithë, pafund band. Dhe unë tani gjysmë me Tiranë gjabaft. Prit, jo, nuk ja Tirana, ishte në qendër votimi në Vorë po flasëm. Po në Vorë. Mos u gut, ishte gjithë Tirana. Fisimat janë ata. Jo, po kaq. Qendra e votimit mjafton 20 veta, mjafton e ke uzurpuar dhe ishin 3-4 qendra të uzurpuar. Prit. Tani po ju bëj pyetje unë ju. Unë shkova atje dhe më doli përballë Blendi Klosi, që ishte kandidati i zonës, apo më doli Blend Xhabafti, Bert Xhabafti. Gonxha, jo Klosi. Blendi Gonxha stash Klosi. Fal, Blendi Gonxha. Kush më doli? E dyta, pat ju përballë meje socialist, komisioner, deputet, politikan, apo ishin këta antarët e Filharmonisë së Vjenës, se ashtu mediat e qeverisë ashtu i publikuan. Sikur Flamur Noka shkoi dhe bëri sherrë dhe luftë me antarët e Filharmonisë së Vjenës.
Jo me bandën e Xhabavde, jo për gjitha mediat e pushtetit, ata ishin antarë të Filharmonisë Vjenës. Çfarë është kjo? Ylli, pa ma shpjegoj qik? Unë nuk shpjegoj do të gjë, po pra. njeri më shkruan Mosvallë, jo, më thotë, po trenin bulgar, për trenin bulgar, po vullën e PD-s, kush e vuri? Pse pas kam patur e vullë të PD-s ato? Jo, disa. Jo, jo është e KQZ-s vullë. Po jo. E ka shkruar të gabim kë. Ylli. Ka komisioner. Dere Komisioner dy vullë PD-s. ti je njeri që ke eksperiencë dhe nuk mund të ndikosh. Si që fanë? Fleta e votimit, miku im, nuk ka vullë PD-je PS-je. Ka një vullë KQZ-je. Po kishte vullë KQZ-je? Ka dy vullë. Tani janë duke thonë, fletët e trenit bulgar të gjitha kanë qenë të Treni pajisur. bulgar i Pekinit... Dhe jo vetëm. Këtu në dalë kanë ja 300 trena, 400 trena. Jo, sa qendra votimi... Edhe në vend ku s'garon Ta treni. shpjegoj unë. Sa qendra votimi ka pas në vend, aq zyra, aq... Vetë me akurot që funksionon Zyra ka pas, po. treni bulgar. Prit, jo, tani,